Grupi të gjelbërve në Parlamentin Evropian ka mirëpritur miratimin me një shumicë të gjerë të amendamentit e propozuar prej tyre për zonën e mbrojtur të Vjosnartës. Lidhur me votimin dhe protestat e zhvilluara në Shqipëri, ka reaguar së fundmi edhe eurodeputetja italiane Cristina Guarda. Në reagimin e saj, Guarda nxjerr bllok kryeministrin Rama, duke theksuar se rezultati i votimit ka qenë ndryshe nga sa pretendohet prej tij. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka folur për amendamentin ton me një postim në Facebook, ku thotë se Parlamenti Evropian me votimin e dieshëm ka ndar faktet nga tymi mbi protestat për zonën e mbrojtur të Vjosës-Nartës, sa keq që ne themi pikërisht të kundërtën. Eurodeputetja u ndalte amendamentet që u votuan lidhur me zhvillimet në zonën e mbrojtur të Vjosnartës, ndërsa shtoi se kryeministri Rama duhet të dëgjojë shqetësimet dhe kërkesat e protestuesve. Amendamenti ynë i votuar me shumicë ndërmuese kërkon një moratorium të menjëhershëm për lejet e reja, kantierët dhe projektet, ndërsa ligji për zonat e mbrojtura të jetë në përputhje me standardet evropiane. Çdo projekt duhet të nënshtrohet vlerësimeve rigoroze mjedisore dhe të përfshijë realisht komunitetet lokale, shkencëtarët dhe shoqërinë civile. Shikoni kryeministri Rama, protestat e popullit tuaj nuk janë tym në sy, ato janë një burim i çmuar për demokracinë. Ato kundërshtojnë spekulimet e super të pasurive mbi mjedisin dhe modelin shfrytëzues të zhvillimit turistik në mbrojtje të qytetarëve dhe të popullit shqiptar. Ne, populli shqiptar, duhet vetëm t'u themi faleminderit. Guarda thotë se Shqipëria ka shumë sfida përpara që lidhen me lirinë e shtypit, korrupsionin, presionet mbi drejtësinë, drejtat e minoriteteve dhe mbrojtjen e mjedisit. Në Strasburg kemi votuar raportin vjetor për Shqipërinë, kemi njohur për parimet në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbështetjen e madhe popullore të shqiptarëve për Europën, por ka ende probleme të mëdha për t'u zgjidhur. Liria e shtypit mbetet pa garantuar, korrupsioni është thellësisht i pranishëm, ka presione mbi gjyqësorin dhe të drejtat e pakicave nuk respektohen plotësisht. Sipas përfaqësuesve të gjelbërve, protestat paqësore të ditëve të fundit dëshmojnë ekzistencën e një shoqërie aktive dhe të angazhuar, e cila mobilizohet për mbrojtjen e interesit publik dhe të territorit.